Antar të grupimit Lëvizja e Deshanit kanë bërë disa herë thirrje për shfarosjen e muslimanëve nga Kosova. Deklarimet e tyre rrezikojnë sigurinë kombëtare, po vlerësojnë ekspertët e sigurisë në vend. I bjen që në rast se neve krijojmë rrethana për përplasje të grupeve etnike, domethënë apo grupeve fetare në Kosovë, është një lloj përpjekje për të nxitë përplasje, të cilat mund të shkaktojnë edhe natyrë të jo sigurisë, si për shembull edhe organizimi i veprave të vrasjes. Njohësi i sigurisë Drizan Shalja tregon për vendimet që duhet të ndërmarrin organet e drejtësisë, karshi kësaj lëvizjeje. Në shoftë se vren elementet dyshuese, kërcënuese, ata sipas ex officios ndërmarrin veprimet e tyre preliminare të hetimeve ndaj personave apo individëve apo strukturave të caktuara. Hetimet rreth grupimit të njohur si Lëvizja e Deshanit veç se janë intensifikuar, kanë konfirmuar nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, me që policia është autorizuar për të ndërmarrë disa veprime, por pa treguar saktësisht për to. Këtë martë në anën tjetër aty është dorëzuar kallëzim penal ndaj antarit të Lëvizjes së Deshanit, Belisar Jezerci, për shkak të nxitjes së urrëties dhe shtytjes për kryerjen e veprave terroriste. Shënjestër.net